40 vjeçari arrestuar si bashkëpunëtor në vrasjen e çiftit të bashkëshortëve Kreshnik dhe Gentiana Mujeci me 26 prill të këtij viti në fshatin Badre të Lezhës do të qëndrojnë në burg. Besnik Koldreu u njoh në gjykatë me rivlerësimin e masës së sigurisë të dhënë në mungesë ndaj tij dhe në seancën gjyqësore të zhvilluar me dyert të mbyllura, mësohet se ka mohuar të ketë lidhje me ngjarjen. Ai mësohet të ketë thënë se jeton dhe punon në Maltëzi, ndërsa autorët e krimit e kanë fshirë makinën e përdorur prej tyre në afërsi të banesës, ku jetojnë prindrit e tij të moshuar në zonën e Torovicës, pa pasur asnjë djeni, por pavarësisht këtyre pretendimeve, gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë dhe vendosi masën e sigurisë arrest me burg ndaj 40 vjeçarit për veprën penale për krahje autorit të krimit e kryer në bashkëpunim. Besnik Koldreu arrestuar nga policia malazeze në Ulqin pas ditën e 17 qershorit pasi ishte shpallur në kërkim si bashkëpunëtor në vrasjen e çiftit Mujeci. Ndërkohë për krimin e rënd vijojnë të jenë në arrati edhe 3 persona të tjerë, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin dyshohet se kanë kryer vrasjen. Kreshnik dhe Gentiana Mujeci u qelluan me breshëri plumbash, teksa po lëviznin me automjetin e tyre në aksin Badre Torovicë në Lezhë, ndërsa nga hetimet e kryera rezulton se vrasja ka ndodhur për hakmarrje.